Papritmas Edi Rama tërhiqet de facto nga reforma territoriale dhe mbyll procesin duke vazhduar projektin e tij të shpopullimit të plot të mëtejshëm të Shqipërisë. Ka Përfundoni ju lutem. 25 bashki nga Konispoli në Krum, në të gjithë teritorin e vendit. Dhe kjo përbën një praktik të qartë të shpopullimi. Ndaj edhe unë jam sot këtu për t'ju drejtuar qytetarëve shqiptarë, ngriur në këmbë, për të mbrojtur interesat jetike të komuniteteve tuaja.